Qeveria shqiptare ka vendosur të ndërmarrë një hap të rëndësishëm për përmirësimin e përfaqësimit diplomatik në Mbretërinë e Bashkuar, duke planifikuar blerjen e një prone të re në Londër që do të shërbejë si seli e ambasadës së Republikës së Shqipërisë. Për këtë qëllim nga buxheti i shtetit do të shpenzohen rreth 520 milion lek, ose afërsisht 5.4 milion euro sipas kursit aktual të këmbimit. Sipas vendimit zyrtar, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, në bashkëpunim të ngushtë me ambasadën shqiptare në Londër, do të nisë procedurat përzgjedhëse për identifikimin e një ndërtese dhe truallit të përshtatshëm për ushtrimin e veprimtarisë diplomatike dhe konsullore. Qëllimi është gjetja e një objekti që plotëson standardet e sigurisë, i ka hapësirat e nevojshme për funksionimin e përfaqësisë dhe është i lirë nga çdo ngarkesë ligjore. Kjo nisëm konsiderohet një investim strategjik për shtetin shqiptar, duke pasur parasysh rëndësinë e Mbretërisë së Bashkuar si partner politik dhe ekonomik, si dhe praninë e madhe të komunitetit shqiptar në Londër dhe qytetet e tjera britanike. Një seli e re dhe më funksionale pritet të përmirësojë ndjeshëm shërbimet konsullore dhe komunikimin me qytetarët shqiptar që jetojnë e punojnë atje. Procesi i vlerësimit të ofertave do të kryhet nga një komision i posaçëm ndërinstitucional. Në përbërjet e tij do të jenë përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë, Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare, Autoritetit Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar dhe Avokaturës së Shtetit. Ky komision do të shqyrtojë çdo ofertë të paraqitur, do të mbikëqyrë procesin e negociatave dhe në fund do të propozojë opsionin më të përshtatshëm për blerje. Pas përzgjedhjes së pronës dhe nënshkrimit të kontratës së shitblerjes, ambasada e Shqipërisë në Londër do të kryejë pagesat përkatëse dhe do të bëjë regjistrimin e pasurisë në përputhje me legjislacionin në fuqi në Mbretërinë e Bashkuar. E gjithë procedura pritet të zhvillohet me transparencë dhe sipas standardeve ligjore ndërkombëtare për transaksione të tilla. Financimi për këtë projekt do të mbulohet nga buxheti i Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, duke e bërë këtë një nga investimet më të rëndësishme të viteve të fundit në infrastrukturën diplomatike shqiptare jashtë vendit. Krijimi i një selie të re pritet të rrisë jo vetëm kapacitetet administrative të ambasadës, por edhe imazhin e Shqipërisë në një nga kryeqendrat më të rëndësishme të botës.